Ama që atër, sidomos fillimit që jo bo që i gëmë thonë, ke unë ma shumë rrujsha puna nanës, të të ishin jo pak në mosh, ma bon puna grusë edhe këpoa që e pa në pandemina sa puna kjeshtë të zanë. Ju rrujsha, tash kur dilë që edhe vetë, të rrujsha mësë me marrë në i virus, për veti nuk tut që fort. Jo që nuk tut në apidekës, po problemi që kisha frikë që nësë ta mos pe bite shpia. Kështu që i ka pas ato shijet e veta, veç për mu në pandemi për veti, e këm pas një farë qëtësie, një farë stabilitetin, familja që për në me jem knaqë. Edhe pse bëthom, më kohë një kohë që jena tut shka do që ka ndodhë, kena pa rastit të në kohën ki dalë, jo vdiqaj, vdiqkej, dhe më thonë ndrojet, shkoj, edhe nuk u kohën hiq e letë. Po se i përket për mu personalisht bëthom, më në e këm pas një vazhjetësie, kisha pas nevoj për në me përshu dhe më nejtë ka shpia. A të mungoj muzika? Këm bo, 15 kongë këm bo, me një zetë. Kush mendon që po qëndron stoike edhe pa lëviz nga showbizi? Cili këngëtar ose këngëtare sipas teje është në krye të listës? Kush do që punon, ka me nejtë. Ajge të gjitha në general po mi thu golt. Ma jep na jamër. Po, qa do kom që t'ja pëmë me të adhonë një me metë në 70 pa t'i dhonë. Po, veç me analizu, ta qofsha onë qofë diko tjetër. Kush do që punon, ka me pos sukses. Po në shijet e tua, kush është dikur që të pëlqan edhe mendon që po qëndron shumë mirë? Po, alloj, diqka thëmë, ti më përmen mu dikon, për shemë alloj diqka tjetër, ama unë më të thonë për dikon në probleme që unë mas pakti i kam përmi 150-160 duete i kam. Tash më të përmen një e ti që shumë tjerë unë e kiti duhe i respektoj, pa dalim, edhe ata e din që gjdo kolegi jemi. Se nuk është që po du mos më të thonë jamën, po problemi është që për në men sakt, nuk s'më më të thonë dikon se ato e vlerëson mas miri publiku, se unë se e thomë në jamën, më me thonë dikon që s'osh kështu, po është menimi jemi. A u donë, po, kush do që punon, suksesin ka me pas. Pa dalim, edhe nëse mënohesh për mja bu grupën dikuj, veç për te kur bjen vetë. Kjo është, dhe më thonë, si një, që është fjale ur popullore, edhe nuk ka kush që hek. Po, edhe njerë pa thomë, aji që ka me dash suksesin, që ka me dash të ato që ka me dhe, nëse punon, ka me arrit gjithmonë. Pa dalim. E pse hezitojnë kështu këngëtarët me jo për emra zakonisht? Po s'kom nevoj me dhonë emra, se po përdojn emra kisha dhonë, nëse për shemull ishin konë 3 emra, me thonë për shemull që kjo... Po pëse s'po ma përmen në shijet e tua, për shemull mund është me thonë ma produktivja, kish me qenë Dafina Zeqiri, ose... Po Dafina punon të në kohën, që ata kam në kohën, Dafina të në kohën që të kam 3. Pëse s'ma përmende? Se hezitoni me jo për emra këngëtar për këngëtar tjerë? Dafina bashkëpunimin e parë që ka pas me mu. Me plot respektu, një edhe familje, në respektoj fort. S'ko diçka tjetër që... A ki uru Shtatzanin, me që jemi këtu? Jo, s'ja kom uru. Jo, e kom pas që është Shtatzan, po nuk në ka ra me u pas, se më taku, nuk është që kena pas kontakt kohën e fundit, po kongën e parë bashkëpunim me mu e ka pas që kena këtu në Top Fest, kështu që bëta me një familjarisht. Ka ona e nonës vetë,